Monika Saliu, këngëtarja e njohur, është bashkuar me ne në këtë pjesë. Mirëmëngjes Monika, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes, me thonë mirëmëngjes. Ti qysh po më vjen edhe pa lidhje me thonë mirëmëngjes, një mëngjes për një me një lajm shumë i keq, se di unë s'po muj me paramenu, as s'po muj me besu, edhe s'di si jem ka e besoj. Mu kaftof krejt trupi, një djali i ri, ai faktikisht një vjet ma i vogël se unë në shpati, mas pari ngushëllime familje se gjithë shqiptarve, e sidomos Shkupit e Tetovës, unë jam rrit me shpatin, që aty këshia këm pasë në Shkup, kemi qenë një grup i mirë i këngëtarëve të Shkupit, edhe pse me Prishtinës, unë po jam rrit atje. Do me thonë, kom mongë, kom pi me ta, edhe ngushëllime nanës vetë, ja një personalisht, një gru shumë e fort, një gru që gjithë atje në Maqedoni e respektojnë, shumë humane, shumë e mirë, që bëhe fort, nuk e di lajmë shumë i kesh, ti qa me thonë, shpat kasapi, unë mendoha mësë është nëjë aksident, se qërë rastet për në ndodhin, së provat janë për njerës. Po që shpo thuhet që ka vdek. Arrest kardiak. Njerë, sepse shohim që shpesh luhet me emrat t'il, personave të famshëm për klikime, nuk e prita, nuk e besova. Ka ndodhë me babën tem për që ato, unë pak e kam najt. Apo kuptan, edhe krejtë shqiptaria kanë menu që ka vdek. Sot asë e dite ka njerës kërë shojnë rrugë, thojnë, ako ka qua, se kam pa mas nejtë demantimin tem. Ama kjo është një me qajtë, po më vje me qajtë, se di. E të mërshme pak edhe me, sigurisht me vazhdo dhe biseda dhe dinamika tjera pas këti lajme që e morëm mu në mes të kësaj pjesë të showbizit, ku zakonisht e përdorim si një pjesë me u argëtuz bashku me shikusit, me të vërtet e të mërshme, edhe njëherë në ngushëllimet ma sinqerta dhe familjes, edhe shoqërisë, edhe gjitha ata që ka njohur nga afër dhe kanë pas simpati dhe respekt për shpatin. Monika, kjo është jeta apo jo? Sa djene e sërsie. Është që ata edhe do të njëri jo me që mund gjithë do moment. Me ja ditë hajrin jetës e gjanat që i kem, që ato që i kem. Sepse apshë, edhe qëto gjana t'i hapin sytë. Edhe me kuptu që jeta është shumë e thjeshtë. Jeta e ka të vetëmin kuptim dhe me thonë që e kip fillimin dhe fundin. Edhe qatë jetë që ta ka dhënë Zoti, ymër që thojnë, me qenë bile faqebarë, njeri edhe, s'po di, unë jam shumë emocionuar, s'po me besu, nuk e di që më thonë Zoti e voftajrë. Mirë, fatkesisht duhet të ndrojmë temë dhe të flasim pak për Bigun. Unë para disa ditësh vetëm e dëgjova një lajm do shta ndësit pa konfirmuar që Shpati ka pas të jetë pjesë Big Brotherit në Shqipëri gjatë edicionit të 5 atje sa i bje të jetë. Mirë po, nësa duket rrethanat e tregojnë krejt ndryshe. Flasim pak për Bigun këto, po e përcjellë, Monika, si po duket? Me thonë që për cili, kështu që kom për cilë tjerat, se përvec se kom qenë panore e asaj shpije dhe si bi pishman kur, dhe kushdo që ka ftes edhe qëllim për me një aty lethin, gjithmonë kom thonë, unë kom qenë edhe publik i Big Brotherave gjithmonë, edhe atyne që s'kam pas VIP. Po, këtë Big Brother nuk për cili ashtu që kom për cilë tjerat. Jënë disa banor që kam kuriozitet mi pa, rrjetet sociale, që po di unë në TikTok, po hi shpesh mi pa disa që po më pëlqenë mu. Po, pesho që është një Big Brother që do me thoni ka kalu krejt kufit e mundshëm. Ka shpejt. Edhe kur kalon kufit e mundshëm, se njëri ju do të me pas kufi, gjithë shka ka kufi, gjithë shka ka limit, edhe jeta, si që peshini. Kështu që si të kalon që ato kufi, mas nej s'ka kuriozitet, s'ki dëshirë dhe qyshe edhe stidhet, haran krejt që është Big Brother. Që është të po më ndodhë mua, unë nuk kam qef me më ndodhë kjo, se kam qef mi pa. Edhe jam pro njerëzve lojtarëve të mire, njerëzve të mire. Po, që Big Brother, fatkeqësisht, nuk po mjep shumë motiv dhe kuriozitet mi për cilë, sepse gjithë shka u prejk limiti, edhe u kalu. Në qëfar aspekti po me ndonë, Monikë? Po vetë fakti që jemi, do me thonë, një popull, edhe jemi ato, s'mujna me ta që thunim tradicionale, nda që është dë një falin shpreje, diçka që nuk është për mu po gjdo njeri, une nuk e quj Big Brother. Sepse janë disa programe që
Jënë, do me thonë, se cili njëri ka mundësimi po. Po kjo nuk është qaj. Do me thonë, gjithë shka u kalu. A ki falë në rast specifik? Nuk është Big Brother, do me thonë, okej, si jam kundër lidhjeve. Pa e ke po, gjithmonë jemi me ata njerës që e shtyjnë pak. Edhe kanë një simpatije, sa do të fake që kanë qenë plot fake. Po, gjithmonë kemi prit që apëndodhë me qëta. Këtu diçka nuk po pres kur gjo, sepse për momentin edhe shiftet nëse jënë kriju, ose... Ndoshta jemi mësu prej të kaluar, ose si jënë kriju shiftet tani... Nuk po mduken qift, sepse nuk kanë ndjenjë, të shnosh. Mu po mduket është epsh, ma shumë. Mas një edhe Zoja në fjallë që e përmenet ma herët, se kesh që aty. Shikoj jam një bia. Nuk po më pëlqen fare. Sa do që është ka njëherë natyrale, unë i du njerës që janë vetë vetja, shumë të miret kësit që ata mu më pëlqenjë, sepse njëri gabën e shkretane. Po, është e tepru, edhe në qka është e tepru. Nuk është emisioni du, nuk është programi dhe spektakli du. Me qenë se është me kode, kjo një farmyre besoj që arsyetohet, na mujna me mlu. 24/7 duhet me pagu, kështu që prap zgjedhin vetë edhe shikuset, edhe... Jo, s'po foli për fëmijën këtu se fëmijët s'do me thonë me kështu Big Brother, heq. Unë fëmijën tem se kom ljonë kur edhe kur jem konëne. Veç prajmet, kështu amanet kom ljonë. Si jem të folë për fëmijë, po edhe nana jem vallaj mare me kështu, edhe para tezës dhe para hollës. Po është një hollës. realitet edhe nana mu mësune që shëtash ma heret, fatkeqësisht edhe jashtë ka personalitetet e tilla që provokojnë, edhe është veç një shpërfaqe e realitetit. Mu që më interesan jashtë çka bojnë, unë e pedu me po programin e Big Brotherit VIP, me po pak ma të mirë fillt, shumë thjesht. Mirë po një realitet jashtë, edhin botën jashtë me shumë mirë ke dollë nështë edhe më shumë se na edhe edhin këtë realitet. A ka po thuj se në çdo tretën shoqëri, nga një personazh të tillë kaq provokues gati, Jënë tretën, çdo dytën. Na e dim realitetin, këtë në regull, po në qofë se veç ti përdër shikushmëri të çdo lloj njeriu, të cilin në kur kom qenë Big Brotherin tem, pasha zotin ka pas njerës që kur se kam këshyr Big Brotherin, ka pas njerës që veç për hatër tem janë ullë me këshyr, pëse mës me këshyr? Tash, apo dojmë audiencë. Janë disa programe që mujnë mi qu këta njerës. Kena plot, është që ajo përputhen, se unë si jam kundër kur gjofit, se para gjykoj kërkan. Po qka tepër, do me thonë, s'ka ma aty. Qka, ma shumë. Qka po do një me thonë ma shumë, hajtë. Qka po do me vuaj e Zoja ma shumë. Se pim lefit që e mora që të lejmë nështë apo shprejna ma keq, po definitivisht që to gjona s'më pëlqenjë. Tjetra, qka mu njep kuriozitet, ka do me thonë personazhe shumë mira, tjera. Hajde, ti tregojmë tash. Mu më knaqë që lëndrimi, nuk e një, as di kush është, ish pe jonë, unë nuk kom po lojtar me pas ironin e lezetshme. Humorist i lem, i vetvetja, ekstrem vetvetja, do me thonë me pas njeriu qaty për qaty, me ta këthy fjallën, duke mos të ofenduje, dini që unë e ofendimet si prana heq, pa djava. Heq as jashtë, as në tavëllin, as qëto, as mrena njajt është, nuk bën me ofendu. Aj, nuk e di, aj për momentin, nëse i shpall fitus, aj është fitusi. Zot mos të marrë mësysh, i sholla nuk shkreton se aty është problem se del pi vetës, qesin pi vetës. Shkurta, që shpo ndofet? Eliona. Saj për, qa të do shta me thonë, lëndrim Elion, po më pëlqejnë shumë kimia të ne. Tash s'po thomë që Eliona është najfar lejtore që po ban strategji, po pedojmë krejt tash për shia. Pedojmë për shkak rastit, për shkak sinceritetit, zemrës, është e reja dhe me gabu falet. A është faktor Monik mosha, më falj, sepse dhe më thonë, adin këto akë thonë që është shumë e rejë në mosh. Ju keni qeni farë mosha ndryshme aty mrena shpis ku ke qeni. A është faktor mosha? 13 vjetë kom dalë, kom kënu me yje, kom marrë shmime, që ako lidhja e punë. Plus është e pjekë se u sprovu edhe besoj që din ma shumë. Hala nuk është hapa jo, po e shoz, në ndërkopi a shok, adin që pja këthe njerëzve, e shoz që është edhe meqme. I logikon gjanat, din me aftë këti përgjigjet, në qëtësi, edhe ato mos të marrë pësysh, po thëmë, s'po kam qef një po keqë. Jonë si ti qysh për ndjej, si familjar të dytë. A i përket shkurtës, më fajnë. E do është ta deri në prajmin e fundit. Hala e du, po në prajmin e fundit, është zotin, asisielje, mi bo për shembull, një njëri u thjesht, ose hasmit bre, nuk e di, unë isha një keq. Jom një keq, thuti po ma lëndën vlaun tem. A ki thonë për labinot? Për labin. Gjithashtu edhe gjestin që e boni, po më do këtë ke e pa mendume, po prap shiet që aty për që aty njerëzilëku e nominoj një njëri që ke rasti që një me një shqipari kakaj.
Edhe kjo diqysh nuk e mirë, s'pat nevoj, shtyje bre pak, mojo, përbije. Javën tjetër në mëjnaj. Do t'i bëj dëm shkurtës kjo sjellje edhe ndaj A për shre që do me thonë, për që ato thash më sti marë pësysh se një moment është këtë të bjenë kretë. Qysh ke hytë bjenë. Gjithmonë këmë thonë, fluturani se qashtu qysh fluturani bini që të thojnë me ftyrë në tokë. Sa është fshirë për mrana me kuftu, a janë fake, a janë real njerëzit? Qifti jam i vrejnë. Që ata? Ta shkret nuk mujnë, kjo është dhe punë aftësie, po edhe punë përvoje. Unë jem s'kem për 93-ës, tash edhe kur jem konë, Big Brother një ofë, së m'ka vitë ma shumë i kom një ofë kretë. Kemi pojtë që krejt banorët kanë hi vrodhë shumë në shpe, qysh edhe gjithmonë po komentuohet që situata që ka ndodhë mas 2 muajve, po thuaj se ka ndodhë në 3 ditë e para. A kanë hi gjithë me një strategji, qysh është? O tash po hinë veç me luft për vëmendje, të lifare. Vëmendje të lifare, s'ko lidhja mira keq, veç të thëmë dishka. Edhe me thonë tash, inë është kjo, këto pedim krejt. Veç të bëjt dishka. Gjuna bre në gjakuzi, të lësheni laf, apo kupton tash. Kitë varët për publikut. E unë e di që publiku jam shqiptarë se shqiptare jam. Qëta jam? Unë jam ata, na. Unë e di që këta dojnë mash nash. Ma sinqerisht, ma e ke po, publiku kitë për dënë njërës e vërtet. S'ka fjallë. Ne dim që ti e praktikon në fenë edhe gjatë qëndrimit në Big Brother ke qenë, po meno kanë qenë mundësit që me praktiku, edhe është diskutu gjatë krejt kohës për një grua me mbulesë, e dim që ka pas me hi, bale huduti po, për shkak të situatës familjarë nuk ka mujtë. Qysh e sheti këtë? Duke qenë se është e vështirë me praktiku fenë, me mbajt fenë brenda Big Brother. Nuk është e vështirë as pak. Sidomos aty që s'ki qa bënë. Që ta është për t'ik vakti, zotë na falë, kur po mi ka njerës zotë falë. Po, atje s'ki, se mësë me buat sen edhe plus, ta është zotë jo gjatë konë. Aj që i falë vaktet, kom i falë gjatë konë. S'ka aja ta është ata e kemë obligim, e kemë fillu edhe i sholla dhe në fundë. Saj përket kësaj që është teologa, po. Si personazh që respekt për to se 2 herë kom taku, live, mu më ka pëlqy live, nuk e di pak nështë ta kena nejtë. Nuk e di, se di pëse s'ka hi, është e vërtet ajo se di, që e ka burin smut. Po, e morën shumë, pëse më s'mi hi, tash, pëse ves për marrë do gjana tjera, që po hinë tërli m'falë, pëse më s'mi hi dhe ajo, hajtë. Do shta na kish befasu, është veni që befason njerës, edhe mu së m'ka njohë si njeri, do më thonë se m'harun, po e befasova publikun, sepse pëse më s'mi hi, është shtëpi për mu, për neve, për njerës me bagash. E kundërta, se më thoi njerës mu, së kona e shpi, për ty si e konë për aty, jo e kundërta, për mu është e shpi. Për mu, për që t'labin që i një dje sa do që e ka një pëvrejt që është në depresion. Labi është i ngarkum që sa vite. Për bagazhe, për krimtari, t'lutna, para lufte këna njeri. Unë e një personalisht njeri që ka pas dorës ma mas shumë të këngëtarve 15 vjetë garantume. E tash, mu silën qatë njërë, dyqysh. Se më shumë depresion? Unë e shë që së është mirë lobi, unë e një lobi në këtë në jerit. Edhe unë e di që taj mrena mretësi ka me që e shpirti mirë, se është shumë human. Sa ka ndryshu, se na njojmë që t'lobin sot që e njojmë qështu në qëtë format. Të kaluarin nuk është që e njojmë shumë. Po, unë po të foli për bagaj, po të foli për këngëtar, për vokalin i të e një dhe vetë. Qëfar vokali ka? Ka kriju këj njerit, po që ja përshë ka shumë njerë që kompleksit për shëndrën. Qka po të që ka ndodhë me Lobin? Që ke po ruptimin e ti, se të pak të më kështu duket i sukses shumë e paraqet vetën? është zemrem, po është e tepru. A ke po kjo vëmendja që adin kush jem konë, si mu që baba e me thonë kush jem konë, po s'ka nevoj se është histori. Ose unë kush jem konë, jo me susim konë të haru në gjinja, do të me luftu për muri këthy, dikush ndryshe me ndonë, dikush po unë me ndoj që kjo nuk është në gjendjet mirë psikologjike, është nga kum Lobi. Edhe unë e këta njerës së mëjmë i gjukua heq, më ndhimën për kondrazi, ndhimën. A mendojnë që ka qenë që momenti Lobit më futë brenda asaj shtëpia, po shdoshë ndoshta të kaloj të posë? Ndoshta është momenti, hitë si di, ndoshta reflekton këto. A mund të kalua të brenda? A ka të letë? Ndoshta e qëtë qatë farmë lefin kretë. Ndoshta është vendi dur për ta. Publikisht. Po, qa po di, veç mu më dhem të apnatë, shkurta ka bu gabim. Për një foto, thuti, ku më di qatë ka bu. Po, ajo të pak e tepër, sepse edhe ne reagojmë, bëjmë bloj, ka qojmë zamrat e personat tjere, dhe ata drejt nesh, nuk është që nuk kupton ajo që nuk mund të shuat të tradhtin da i grus. O, sjellja kem pytje, gjesti që e boni. Po, erë njeri, sa erë? Bëj dëm edhe në aspektin personal Lobit, nëse veç e lëndëm që po thu, sepse mundet mu lëndu erë një person tjetër, bashkëshorja, nuk e dhja ka fëmi. Të më thonë hitë se paramendoj që prek krejt njerës i prek. Me fmiti. Po prekresht, janë edhe fëmijët që... Se mëre egziston fjalla edukat ju lutna. Mirësi, pse? Mshirë, ketë mujmë me prek njerin në varë.
Gjëja ma e ullët është, kretë pedim, pishojmë na, si jem qora, pishojmë qëfar gjinie ka, ose qëfar stili ka. Pse unë mi thonë tash ati, pse me ngucën e bashkën qatë pik dëpt ati, ose glabin këtë rast konkret. Peshe që së është mirë. Së është mirë atas, kur të ofendën, të lëndën, okej, s'ke momenti, qatë boni, ertë foli. Nuk e di. Ka vakt bre? Me maturita këta. Që shë punën e Albës edhe Benitës që ka pas gacimin me Elionën, a më në që ka qenë shëllim shumë, e kanë ditë për rasin e Elionës, a nuk e kanë ditë? Bala, Alba s'besoj që e ka ditë. Për Albën s'besoj që e ka ditë. Pas Alba dhe s'ja përmeni, nanën do këtë jo, unë një gjestë shërtket që e gjuti me jastek, nuk. Ko, s'ka pas bëja jo. Edhe këtu dyja ke java e parë që me njëre veç e targetun Elionën. Po, edhe njërën që e kam bulizu zemër. A ditë si shkollt mes me kur unë gusëshin, e gjishin një viktim edhe hajti gjumë qësaj. Ftyrë që jo afreshin, qaja së është bulizime, qa mi thonë asaj? Qa mi thonë? Ka për mërë debata, për lojo bre, qashtu që asë në gjithë. Se këta mërmanja që kanë bu këto dyat, a veç e kanë hup kontrolën, apo mu bot famshme jashtë për vëmendje me këtë gjithë? Që ka dashtë në përfitim? Na i farë fantazije, na i farë genialiteti, ajo po ditë, veç për vëmendje me po. Ta shë ponë që ronë sy pak, ta shpelujnë rolin pak matë mirë, ta shë mbo shumë të mira, turta, që të deti po shumë mirë. Po për njerës që i kuptojnë që të gjona, si do mos na që të në tavelin e dim që janë kalujnë. Janë kalujnë. Kërina të vëmendja, qysh përsha Edin me Dolqen edhe qysh përsha puthit e tyne? Si që me thonë, t'lut na më së mba që të krytë. Mu nuk pëndokën që duhen, nuk kanë ndjenjat sinqerta, s'kanë najfar... A ditë se kër të pëlqen, dikosh edhe publikun e ngresë shuj se po pëlqen. A i ke po disa shikime që në shtacion të vërteta ishë, na dokën ma interesant që po këshyrën dy njerës, sësa këta. Po këptan, për momentin unë mendoj që është veç epsh. Epsh, ndështë të ndodhë, që kjo larkësia, se jo në ato tash koha e vërtetan, po nuk e di mu edhe s'po mdokën qift. Toni me Bian? Jo, më qenë. E që ke pa këtë shkëmbimi? Një loj me bo Toni me ta, po këptan, tesa ta është të në shpi, mas ne tjera të vazhdoj. Këta, veç me qëto simpatia, dyqysh s'fash shumë interesant. Po më duke që ka me loja e veçme. Po bojnë loj. Loj, a mënën që ka diçka me syne, mes Klodianit, më falë Blerin, mes Klodianit dhe mes Lëndrimit, se ndërnajt nënës të bashkë i labit ju theke mëseni ju dy qef për s'puna të regon një këshmë radhë. Qift? Labi ju theke tavelin Me një prish nuk më shkon. Janë disa edita në për TikTok që i kanë bo, ju e dini mas mire se kur i monton këto vedët që është din me t'inglu, varse që është jep kuptimin a i që i monton. Që që pak i kalon me nënkuptu që për mes editave janë shumë të afert, po s'ka. Po Klodi veç ja qiti piken kësaj punë, tha që mund pëlqejnë femrat, kjo që a i kemi me lëndrimin është veç shëshni, edhe në fakt rjetë është komentu si bromance, ashtu në jo si lidhje, po si shëqëri shumë e afert. Shumë friendly, për moment, tash nuk e di. Valla, Romeo e Juliet në shok nuk ka. Jo, bisedja e keni patën i që se editi është Bruslia me Chuck Norrisin, ja kanë shti kongën e George Michael, dokën edhe ata pasionantë në rejnë, që po flasin për edita. Dhe të na u ko bleranda me Shqipën që kam bo kur kom dalë në qësi edita, i lidhën njerës, a unë e di që s'kam pas kur farë kimije, se jem kom prezent. Kur fare, tash këto janë qa dojnë njerës tjashtë. A s'ka pas kur gjërë mes blerandës dhe Shqipës, unë ta garantoj që jo. Pëlqen mes dyshës? Ja. Hala e rikëthejnë atë situatat e tyne duke kanë që... Kanë pas qef që, ata kanë shku për shemblë, janë da qifte që po kryonë edhe s'po shkojnë. Ndashtë ata kanë shku si qift. Po jo, unë ta garantoj që jo. Monika, jam kërështarë me disë që janë raportet me banorët e asaj shtëpije në atë edicion kur keni qenë takoni, shpesh sepse janë banorët e vitit kalum që ju lakmojnë juve tjerve. Valla matë mirë t'jena konë. E vërtet, edhe unë me ndërsh kërë qenë matë mirë, sinqerisht. Jena konë, diqysh si të koordinumë, si të ligjyre njerëzve. Jena për shtatë pak, edhe ko gja e kom dhonë, unë një farë energjijet mirë në atë shri. Shumë e vërtet. Edhe krejt tani e po që duhet pak ma qetë, edhe ja dirshin. E kum pas një impakt, pa modesti, po e kum pas një impakt e ta, e kishin, u bënën shumë ma njerëzor. Edhe unë i du, krejt i du, kush dënë letë më thirë, së është problem, po jo nuk shihemi, jo. Edhe nuk besoj që edhe tjerë të shihen. Uganin e kom pa para disa jove, mas 2 vjetë e kom pa para. E mbali një loj shëshqi? Na i like njëni tjetër. Po, unë kom lojka për tyne, shumë shihem kohët fundet, as me tapë në fatkesisht se mundësin e ka bë kështu.
ky zhvillimit Edhe e keni pas që nuk dalini për intervista shumë me kritiku njëni tjetrin. Jo. Këta tjertë ma vjetë që kanë qenë gjujnë, alona shumë po me kunja me... Na jo. Mirë shumë, Monika, kemi pas nësin që të patëm në studio. Faleminderit edhe njëherë. E di, ndoshta është një prej intervistave më të vështira, sepse e kemi atë presionin e lajmit që e kemi pranu, atë që nuk ishte as pak i lehtë, pra e treguam edhe këtë në fillim që ka ndruar jetë këngëtari shqiptar Shpac Kasapi, edhe janë ngushëllimet më sinqerta edhe familjes edhe gjithë atyre që po na shohin e që kanë pas qoftë një simpati, kanë qenë fans apo kanë dëgjuar këngët e tij, mos harrojmë Valle Kosovar, është një prej këngëve jo vetëm të Shpatit më të famshme, por në gjithë shqiptarinë dhe ka kaluar dhe kufit. S'kam komente të shishi. Hanes sa shko me kajtë kur dalë pikturë. Unë e një shumë mirë. S'u me besu, se di. Vjen shumë keq që edhe atë këtë intervistë në këtë presion ka që madhe në... Çka do të mbash më shumë ti prej Shpatit që e njehti? Oj, kena lujt më i bashkë. Se këshie kom pasë në Shkup. Jena enë, familjarisht. Më thonë unë Shpati, dikur Adrian Gagja, Tuna, dhe më thonë. Po me Shpatin pak ma shumë se këshie, kisha përbalë. Unë sti, nuk e di, unë tash Hanes ka me da në realitet pikturit, kur të ullna, me po që shtek pas ka vdek, sti nuk di, lajmë ma të keq, ma të iskomar. Si ja ditë për gjestin, për vloneve. Qashtu, mu kam prej kom të kaj. Faleminderit shumë, Monika, dhe njëherë që ke qenë. Faleminderit juve, ishte nderë dhe knaci, jeni shumë të mira. Mirë, se i poshtë 3 qika, këne. Agon, faleminderit, Dirina dhe Agnesa, faleminderit shumë edhe njëherë.